Gjatë një deklarate në një studio televizive, Gerta Gixhari ka bërë një analizë të drejtpërdrejtë dhe kritike për mënyrën se si Selin ka luajtur brenda shtëpisë. Sipas Gertës, një nga problemet kryesore në lojën e Selin ka qenë ndikimi i vazhdueshëm nga informacionet që kanë ardhur nga jashtë. Selin ka luajtur gjatë gjithë kohës me informacione nga jashtë. Një tjetër pikë e fortë e kritikës ishte roli i familjarëve, përfshirë edhe praninë e kunatës në lojë. Gerta e cilësoi këtë si një gabim që sipas saj e ka vendosur Selin në pozita të vështira si emocionalisht ashtu edhe strategjikisht. Ajo theksoi se ndërhyrjet e tilla ja kanë prishur rrjedhën e lojës dhe e kanë bërë atë më pak të pavarur në vendimarrje. Sipas saj, nëse Selin nuk do ishte ndikuar nga jashtë, loja e saj do të kishte qenë krejtësisht ndryshe, më e qartë, më e qëndrueshme dhe më sfiduese për kundërshtarët, përfshirë edhe Miri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.